Në Durrës, Regjina Nano na pret në një vilë buzdetit që dikur përdorej për pushime nga familja Aleksandër Meksit. Nuk duket se I pëlqen shumë që shkojmë të intervistojmë atje. Jo pse vila është fare pak e mobiluar dhe e rregulluar disi pas shkatrimit, por sepse nuk admiron paraqytjen si zonjë me pushime, ndërsa I shoqi është I zënë me punë. Madje, rrëfen se nuk di si ta kaloj kohën kaq qetësisht dhe pas pak ditësh do kthehet në Tiranë. Zonja bjonde me moshë të papërcaktuar, ndoshta për shprehjen e syve të jeshilët dhe aftësisë për të komunikuar gjallërisht, është gjithsesi e vetë përmbajtur gjatë intervistës. Nuk nguron të përgjigjet, por flet pak. Nuk pranon ta quajmë First Lady, duke qenë se e tillë për të është bashkëshortja e presidentit, Lidra Mejdani. Por nuk preferon gjithashtu ta pyesim shumë dhe gjatë për postin kryeministror të bashkëshortit. Ajo nuk pretendon të jetë porta e hyrjes për te Nano, edhe pse nuk janë të pakta ata që I trokasin në prag. Pasi provoi për 4 vjet të bëj bashkëpunëtore në afër të Nanos, tani kërkon për vete një pozicion tjetër. Regjinën e vogël ju kujtohet? Më vjen ndërmend një vajzë ndrojtur dhe pa shumë iniciativë. Kujtoj një fëmijëri të varfër. Me shkollën kisha raporte të mira, pse isha natyre zellshme dhe kisha fare mirë të qartë se të mësoje ishte detyrim. Por s'më duket se kam qenë aq ambicioze sa të mos e lshoja kur vendin e parë. Mandej, ju zgjodhi apo e zgjodhët degën e ekonomisë? Dega më zgjodhi mua sepse e mundësitë për të zgjedhur në atë kohë I kisha fare të pakta. Për një vit studiova ekonomi plani, ndërsa vitin e dytë, me hapjen e sferës së qarkullimit, më kaluan aty. Ndërkaq, Fatosi studionte për ekonomi politike dhe gjatë 2 viteve, grupet tona I merrnin bashk leksionet. Ju ishit një ndër vajzat bukuroshe të fakultetit. Nuk besoj se bija në sy. Kam qenë një vajzë e zakonshme, sikundër tani më jam një grua e zakonshme. Atëherë si u vuri re Fatosi? Njohja jonë është më e hershme. Jemi njohur në shkollën e mesme Sami Frashëri, ku ai për të vazhduar vitin e dytë e la për gjysmë në një shkollë tjetër. Megjithatë nuk mund të them se menjëherë u bëm shumë të afërt për njëri tjetrin, përkundrazi. Kur e kuptuat që duheshit? Interesimi për njëri tjetrin ka lindur pse të dy shkruanin bukur dhe shpejt u bëm konkurrent për hartimin më të mirë. Kjo ndikoi që të vëzhgoheshim reciprokisht me më tepër vëmendje. Më duket se Fatosin e tërhoqi pikërisht ky rivalitet artistik, në mund ta quaj kështu, sesa buzëqeshja apo ngjyra e syve të mi. Veç interesimit për letërsinë, ç'tjetër ju dukej se kishit të përbashkët? Unë dhe Fatosi u lidhëm kur ende ishim adoleshent. A mendon se ishim në moshë për të gjykuar çfarë na bashkonte dhe çfarë na ndante? Madje, më duket se dhe për dashurinë nuk kishim ndonjë ide të qartë. Midis nesh nuk ka pasur skena sentimentale apo shumë romantike. Mua nuk më kujtohet kur më ka thënë për herë të parë të dua. Kam harruar madje dhe reagimin tim. Pse nuk bëhej fjalë për një dashuri me shikim të parë, por për një miqësi të hershme që normalisht dhe fare natyrshëm u zhndërrua në dëshirën për të qenë bashkë. Për herë pranë, aq pandashëm, sa kuptuam se jo vetëm nuk bënim dot pa njëri tjetrin, por tashmë ishim bërë një njeri. Më kujtohet që kur mbaruam universitetin, Fatosin e caktuan të punonte në kombinatin metalurgjik të Elbasanit, ndërkaq dokumentat e mia ndodheshin në Ministrinë e Tregtisë së Jashtme. Ndërsa na duke I pa imagjinueshme një ditë larg njëri tjetrit, për një kohë të gjatë as që bëhej fjalë, ndaj shkuam në ministri për të tërhequr dokumentat e mia dhe të dërguar në Elbasan. Ndërkaq kishit folur për martesën e ardhshme. Prej kohësh ne u ndëronim dhe bënim plane për të ardhmen. Në mënyrë shumë normale ishim futur në shtëpitë e njëri tjetrit, në fillim si miq, dhe shtimi I ECH-keve apo prezantimi ndryshe u konceptua si fejesë. Mandej fejesa zyrtare u bë njëkohësisht me dasmën. Dasmën e bëra në shtëpinë time, e veshur me të bardha sipas zakonit, gjithçka e thjeshtë dhe kaq. Po një ditë pas dasmës, gjëndodhi. Asgjë e jashtëzakonshme. Ndjeja gjithçka mund të ndjejë një vajzë kur ikën përfundimisht nga shtëpia e vet. Atëherë, sidomos, kam kuptuar se lidhja ime me atë njeri që quhet bashkëshorte ishte gjithçka e rëndësishme që kisha pasur dhe do kisha në jetë. Pas martesës të dy shkuam të jetojmë në Elbasan, ku banuam për 3 vjet në një apartament të poshtë ndërtuar. Aty lindi dhe gjali. Unë me gjithë vështirësitë e rritjes së tij, nuk e lash punën si ekonomiste në një ndërmarrje tregtare. Në këtë kohë Fatosi ishte ekonomist në metalurgji. Njohet një Fatos tjetër gjatë 3 viteve bashkëjetimi në Elbasan. Çdo ditë dhe vit, njeriu njeh të bashkëshorti tjera tripare, një tjetër njeri.
E rëndësishme është që nuk u krijua ndonjë hendek pakënaqësish apo boshllëk komunikimi në marrëdhëniet tona. Në punë, në shtëpi dhe në vajtje arritje Tiranë-Elbasan, ne ishim gjithmonë bashk. Kur lindi djali, unë vare se Fatosi dinte të ishte dhe babi dhemshëm. Kjo u përforcua me kalimin e viteve. Ai nuk mendonte thjesht për t'ju ushqyer dhe veshur fëmijët, për edukatën dhe kulturën, për gjuhët e huaja, lidhjen me letërsinë, njohjen e shumë gjëje. Nivelin që sot kanë djali dhe vajza, unë ja dedikoj sidomos komunikimit me teatrin. Ç'ndodhi pas kthimit në Tiranë? Në Tiranë puna jon nuk ishte më e përbashkët. Ai u emërua në Institutin e Studimeve Marksiste-Leniniste, kurse unë u emërua në Komitetin Ekzekutiv të Rrethit. Gazetat kanë përfolur lidhjet profesionale të Nanos me Nexhmie Hoxhën. Çfarë do të thoshit ju më shumë? Puna që kryente Fatosi në ISML nuk ishte atill që t'i lejonte komunikimin e shpesht me zonjën Hoxhën. Ai ishte thjesht një studiues i nënvaguar nga shumë e përor. Ndërkohë, ai ishte antar i Partisë së Punës. Në fillim jo, por detyrimisht, duke qenë se punonte në një institucion të rëndësishëm, ju deshte antarësohet në parti pasi bëri stazhin në kooperativën e Priskës. Po ndryshimin e sistemeve, si e përjetuat? Për mua ato ishin ndryshime që mund dhe duheshin të bëheshin. Atë kohë kur u krijua Partia Demokratike, diqa me vëmendje shtypin e përditshëm i cili nxori emra dhe shkrime bindëse. Për pak nga pak nisa të ndjej mes rreshtave të gazetës Rilindja Demokratike, atë ç'pritej të ndodhte më vonë. A ju duke pranueshme zgjedhja e Nanos, kryetari i Partisë Socialiste? Nuk mund të them se u entuziazmova nga zgjedhja e tij në krye të Partisë Socialiste. Atë kohë këto e kërkonin me ngulmti gjithë miqt, kolegët dhe shokët e tij. Për Fatosin me njëherë nisi puna me intensitet, pushoi qetësia, normaliteti, shtëpia gëlonte nga njerëzit, nuk gjendej kohë për të biseduar shtruar me njëri tjetrin. Megjithatë dhe heshtur, unë gjeja mënyrën për të komunikuar me të, për të miratuar apo të kundërshtuar vendimet e tij. Sa i vështirë ka qenë për ju vitin që Fatosi u bë kryeministër? Më i vështirë. Fatosi ikte në mëngjes nga shtëpia dhe vinte vonë, shumë vonë. Ajo që e mundonte më tepër ato kohë ishte mungesa e shpresës te njerëzit. Pak kush besonte dhe kishte shpresë. Grevat e punëtorëve, revolta e njerëzve, të gjitha të bindnin se qeveria do të kishte jetë shkurtër. Unë këtë e ndjeja, megjithatë mbështetja Fatosin që në një moment, jo për të treguar vlerat e veta, për hir të ekuilibrit, vazhdonte të drejtonte qeverinë e poshtë ndërtuar. Mandej situata rrokulliti në mënyrë të tillë sa e detyroi të mendonte dorëheqjen. Këtë vendim të tillë unë ndeja prej kohësh, dhe kur ndodhi më duki pranueshëm, sepse nuk mund të rish me zor në krye të vendit. Nga kryeministër në burg. Si ndodhi kjo? Gjithçka ishte pritshme nga pushtetarët e rinj që e treguan shumë shpejt shpirtin hakmarrës. Megjithatë burgu ishte përtej çdo imagjinate. Më kujtohet mëngjesi kur në shtëpi erdhën 3 djemë të rinj me një letër për paraqitje në prokurori. Fatosi u vesh dhe iku me ta. Ishte 30 korriku, dita e tij e fundit në liri. Nuk ju duke rënd akuza për korrupsion. E rënd, sigurisht, por jo e papritur, sepse për korrupsion Fatosi ishte përfolur më parë në gazetën partijake RD, i cila e kishte vendosur në qendër të goditjeve dhe shpifjeve të Partisë Demokratike. Pastaj gjërat rodhen shpejt, shumë shpejt. Si e përjetuat burgimin e Fatosit? Me burgimin e Fatosit u ndryshova kryekup. U zhndërrova si me magjinë një tjetër njeri, në një grua që vendosi të luftoj për jetën. Atë kohë isha pa punë, por nuk mund të qëndroja në shtëpi duke gatuar për 2 fëmijët e mi, 2 prindrit e Fatosit dhe 2 motrat e tij. Në fillim Fatosi ishte në burgun e Tiranës, në izolim të plot, dhe fatkeqësia ishte se komunikimi ynë ishte i pamundur. Unë kisha të drejtë të takoja vetëm 10 minuta në 2 javë, që për mua sidoqoftë dukeshin shumë. Megjithatë, më ndihmua fati dhe 2 njerëz të mirë në burg, fshehtazi më jepnin letrat e Fatosit. Ndërsa në burgun e Bënçës diçka ndryshoi, atje takoheshim një herë në javë. Ndërkaq si ishte gjendja ekonomike juaj? Ekonomikisht mund të them se ishim vërtet keq. Edhe ato pak para që kishim më njanën për një muaj të Fatosit në burg, mbaruan. Ndërkaq mua më duhej dhe të qëndroja gjithë ditën me taban në dorë për gjithë kategoritë e njerëzve që hynin dhe dilnin pa pushim në shtëpinë tonë dhe kërkonin të më takonin mua. Jeni tip i dashur. Nuk mund të mos tregohesha i dashur me kë vinte të takonte gruan e Fatosit dhe të pyeste për të. Megjithatë isha shumë e lodhur dhe ndihesha vërtet keq. Si mund të isha ndryshe? Por atëherë kam kuptuar se njeriu bëhet i fortë kur duhet të jetë i tillë dhe zbulonte vetja cilësi që ndoshta nuk i ka njohur më parë. Kështu më ndodhi mua.
u transformova tërësisht. Atëherë ku drejtova shumë grave të njohura në botë me letra. Të parës ju drejtova Liri Derishës, sepse ajo ishte first lady shqiptare, por nuk mora kur përgjigje. Ndërsa më pas, zonjës Lalumier dhe të tjera personaliteteve femërore, që më dërguan përgjigje sa ngushëlluese dhe enkurajuese. Këto letra që dërgoja, letër këmbimi me fatosi në burg dhe gjithë shkruanin netët kur gjumi nuk vinte, janë nga më të rëndësishmet e të shtrenjtat për mua. Që raport e ruanit me Partinë Socialiste? Ndonses më ka tërhequr kurrë politika dhe nuk kisha as fare lidhje me Partinë Socialiste, gjatë kohës që Fatosi ishte në burg, më deshte më përçoja zërin e tij. I komunikoja kryesisë së PS-s gjithçka më kërkonte Fatosi në letër këmbimet apo takimet me të. Këto e bëra pse duhej. Në kam bërë mirë apo keq nuk e di. Ju e lajmëronit Fatosin për çfarë ndodhte nisur nga pëlqesat personale. Unë i komunikoja vetëm çfarë shikoja, pa u nisur nga asnjë pëlqes apo mos pëlqes personale. Pas daljes së nanos nga burgu, ju u kthyet tek regjina e dikushme? Nuk mund të kthehesh sërish tek një pozicion i braktisur. Tani nuk ndihem shumë e qartë për ç'do me mua dhe jam në kërkim të vetvetes. Pas 4 vjet jete të mundimshme, kur mu desh të vishja pantallonat e të mos i hiqja gjatë gjithë kohës, kur nuk mund të mendoja vetëm për veten dhe Fatosin, por dhe për fëmijët e njerëzit e tij, unë zbulova gjithë forcën me të cilin njeriu lind, por në rast se nuk i paraqitet një vështirësi e caktuar, nuk e zbulon kurrë. Atëherë kam pasur aq punë, sa tani më duket i çuditshëm pushimi i gjatë. Nuk më pëlqen pushoj, nuk më pëlqen qetësia, dua të punoj sërish. Nuk ju mjafton qenja grua e kryeministrit? Jo, as pak. Unë jam regjina dhe dua të jem vetvetja. Nuk më pëlqen të më marrin si një kukull, të më tregojnë një karrige dhe të më thonë, ulu këtu se je gruaja e kryeministrit. Nuk preferoj të jem sfondi Fatosit, sepse ngaherë kam qenë shoqja dhe vitet e fundit edhe bashkëpunëtorja e tij. Së fundi, nuk janë pak rastet kur e kundërshtoj apo i bëj vërejtje, aq sa dhe djali ma vënë dukje se duhet ta mbroj më tepër kur të tjerët e sulmojnë. Nuk është se bëhem e mërzitshma dhe e kundërshtoj pa vend, përpiqem t'i gjej momentin për t'i folur. Kur e shoh se është i nervozuar hesht, por kur është i qetë ndërhyj. Cilën cilësi i pëlqeni më tepër burrit tuaj? Aftësinë për të bërë humor. Madje humori i tij si mungon kurrë. Ku jeton së fundi familja e kryeministrit? Ne vazhdojmë të jetojmë në një shtëpi të përbashkët me prindrit e Fatosit, ku kemi qenë prej vitesh. Shtëpi si ka dalë pronari e gjatë kohës që Fatosi ishte në burg, ai na telefononte shpesh dhe apo vinte për të prarë shtëpinë, gjë që është normale. Tani ka kohë që s'duket më. Unë para 2 vjetësh kam çuar dokumentet në bashki si e pastreh. Asnjëherë s'kam marrë përgjigje. Dokumentet vazhdojnë të jenë atje. Ju nuk keni një vilë në Golem. Është një pyetje që para shumë kohësh ma bëri dhe një njeri i afërt i familjes. Qesha dhe i thash se po të doja të ndërtoja vilë, njeriu i parë të cili do i drejtohesha ishte ai. Pse unë nuk kuptoja asgjë nga tokat dhe ndërtimi? Sa është rroga e kryeministrit? Rrogën kryeministri se ka marrë asnjëherë deri tani. Vazhdon të marrë vetëm rrogën e Partisë Socialiste, që shkon tek 250.000 lekë të vjetra. Duke qenë se ju jeni porta e hyrjes për te Nano, shumë kush ju vizitonte dikur për t'u interesuar, a vjen tani për të kërkuar? Unë nuk jam as pak porta e hyrjes për te Nano. Njerëz, padyshim vazhdojnë të vinë. Është rralluar paksa numri i tyre duke qenë se janë më të rezervuar përballë kryeministrit. Kërkojnë, padyshim, shumë kush, madje të gjithë e kanë një hall që mua më duket normal. Nuk mund të them se di t'u jap zgjidhje. Fatosi gjithashtu. Megjithatë për këta njerëz, unë jam ajo që kam qenë. Nuk kam ndryshuar, i dua dhe i respektoj njësoj. Madje i falenderoj për faktin se më kanë ndihmuar kur kam qenë e vetme dhe kam pasur aq shumë nevojë për ta. Ndjej ndaj tyre detyrim dhe mirënjohje. Ju, që dikur parashikoni dorëzheqjen e Fatosit, tani çfarë parashikoni? Gjithçka ka bërë deri tani mu duket se e ka bërë mirë, edhe pse ka zgjedhur rrugën më të vështirë, si dikur me emocionin që u desh kohë të pranojë dhe kuptohej. Unë besoj se ai do ta çojë deri në fund atë që ka nisur, e ndjej detyrim që ta mbështes, e ti qëndroj afër si shoqe e bashkëshorte. Megjithse më duket se gjen gjasëri me 91-shin nga intensiteti i punës, ajo që ndryshon nga ajo kohë është mbështetja dhe besimi. Tani të gjithë shpresojnë dhe që më duket e rëndësishme, nuk mungon përkrahja nga jashtë. Pse jeni kaq vetë përmbajtur dhe thoni vetëm 1/3 e asaj që dini?
Nuk është se jam kaq shumë e vetëpërmbajtur, por të jem sinqert nuk më pëlqen të intervistohem tani. Është një moment kur njerëzve që kanë aq shumë vështirësi dhe probleme jetike, pak u intereson të dim për gruan e kryeministrit. Madje unë ndjem disi e turpëruar që pranova të bëj publike disa intimitete të mijat, të cilat do të lexohen në gazetë nga kush e blen, e pretyshoh aty plane, programe për rimëkëmbjen e Shqipërisë. Jo se jam kundër intervistave të këtij lloji, por ato lexohen nga pak njerëz dhe jo nga vlonjatët, beracit e tjerë në gjithë Shqipërinë, të cilët janë në pritje të një shprese për një jetë tjetër.